Lushnja ka festuar natën e verës me një atmosferë festive në sheshin përpara bashkisë. Qytetarë të shumë të bën pjesë e aktiviteteve të organizuara për këtë festë tradicionale. Simboli i kësaj nate ishte ndezja e zjarrit, një ritual që lajmëron ardhjen e ditës së verës dhe që prej vitesh ruhet si traditë në shumë qytete të vendit. Festimet u shoqëruan dhe me një koncert festiv, ku tingujt e muzikës dhe valleve popullore krijuan një atmosferë të veçantë për të pranishmit. Pjesë e aktivitetit ishte edhe kryetarja e Bashkisë së Lushnjës, Eriselda Sefa, e cila ju bashkua qytetarëve në këtë festë tradicionale. Rastin e ditës verës dhe bashkia jon ka organizuar një sër aktivitetesh, të cilat fillojnë tashmë me ndezjen e zjarrit dhe më pas me një koncert të qendrës kulturore të fëmijëve dhe më pas vijojnë ditën e nesërme ku do të kemi përsëri një koncert në shesh, por gjithashtu edhe një panair lulesh në mënyrë që edhe qytetarët e Lushnjës të kenë mundësi të festojnë për këtë ditë dhe gjej rastin të uroj gjithë qytetarët gëzuar ditën e verës. Një moment i veçantë i mbrëmjes ishte prania e shumë fëmijëve në sheshin e qytetit, ku kryebashkiakja ndau me ta gëzimin e festës, duke përcjell një atmosferë të ngrohtë dhe familjare. Mes muzikës, këngës dhe gëzimit të qytetarëve, festa vjoi deri në orët e vona të mbrëmjes, duke e kthyer sheshin e qytetit në një hapësirë feste dhe bashkimi për të gjithë.